Okej, nëse ti kërkon që biznesi yt të jetë me 8 shifra, atëherë duhet të ndryshosh që tani mënyrën se si ti bën biznes. Nëse ti ke një biznes që jemi 6 shifra dhe do të shkosh në 7 shifra, duhet tani të ndryshosh të bësh biznes. E dëgjoj shpesh edhe më thonë, shiko, Eri, unë kur të arri nivelin të llogaritur apo që unë dua, atëherë do punësoj një konsulent biznesi apo do punësoj një business coach. Kjo është realisht budallallëk, është komplet nonsense. Pse? Po si thua që shiko, unë kur të bëj muskuj barku, atëherë do ikim palestër. Kur të kem unë muskujt e barkut, atëherë do ikim palestër, do marr një instruktor edhe do punoj fort. Kjo nuk funksionon. Pse nuk funksionon? Sepse është diçka për të cilën është ireale. Ti pra ne po shkon në palestër, duhet shkosh në palestër në fillim, të punësosh një instruktor, të ndjekësh një program të caktuar që të kesh muskuj barkut, edhe që të vish në formë. Nuk mund të vish dot vetë në formë, të kesh muskuj barku dhe pastaj shkon në palestër. E një gjë është me biznesin. Ti nuk mund të kesh dot atë biznes që ti do, nëse ti bën tani të njëjtën mënyrë që po operon. Është totalisht e gabuar. Problemi kryesor i joti tani në këto momente është LVBA. LVBA. Low Value Business Activity. Ti merresh me çdo gjë. Ti je one man show. Ti bën gjitha vetë, nuk lë asnjërin që të bëjë të vetën. Pse? Sepse ti po merresh me çdo gjë, bën çdo gjë të mundshme në biznesin tënd dhe pret që të kesh një biznes next level, të shkosh në një next level. Nuk funksionon kështu. Low Value Business Activity është fatkeqësisht një sindrom që gjithë pronarët e biznesit ka. Merren me gjërat të cilat nuk ju takojnë. Merren me financën, merren me shumë gjëra që shiko, nuk mund të merresh dot ti me këto. Sepse nëse ti merresh me këto, do të thotë që nuk po merresh me atë që ti dje, me pronarin e biznesit dhe si të çosh biznesin më lart. Free your time, nëse ti nuk liron kohën tënde, nuk ke kohë që të mendosh për biznesin tënd, se si ta çosh në një nivel tjetër, por je i zhytur në punë të përditshme, aktivitete të përditshme, je full fare, atëherë kjo ty të pengon se si ti ta çosh biznesin në atë lloj standardi që ti dëshiron. Nuk mund ta çosh dot biznesin në një standard të lartë, nëse se pronari i biznesit merret me gjëra të vogla. Nëse merret me gjëra të cilat janë jashtë profilit të tij. Duhet të ndalosh dhe duhet të mendosh. Ore, pritni, çfarë un kam prioritet? Shiko çfarë ndodhi me një klientin tim. Biznesi i tij shkoi nga 6 shifra, shkoi në 7 shifra. Dhe e dini çfarë ndodhi? Ai u mërzit. Është përgjegjësi e madhe dhe vërtet kështu ndodh. Gjithmonë kur neve takojmë suksesi, kur neve takojmë ëndrrën, atë që kishim gjithmonë në kokë dhe që donim ta bënim, gjithmonë stepim edhe mos, se kjo është ajo që donim, kjo është ajo që duam. Thelbi është i tillë që ky pronar biznesi kishte nga 6 në 7 shifra, ndryshoi komplet përgjegjësia e tij. Ndryshoi komplet mënyra e klientëve të tikit, kishte më shumë klientë të tikit, më shumë përgjegjësi, dhe tani prit se ishte goxha e rëndësishme kjo marrje përsipër e të tillë sfide. Atëherë neve çfarë bëm? Neve ndaluam strategjinë e zhvillimit, e ekspansionit dhe u fokusuam në strategjinë e strukturimit. Ndërtuam manualin, ndërtuam procedurat, ndërtuam pozicionet e punës, njerëzit në të cilët do punonin, do ndryshonin mënyrën se si ata i bënin punën, sepse nuk është problemi me i bë punën. Problemi është me i bë punën shpejt, me shkurtu kohën e punës, sepse është vetëm një mënyrë se si ti mund bësh skelë dhe mund të ecësh më lart. Dhe nëpërmjet kësaj, neve frenuam strategjinë e rritjes dhe u fokusuam vetëm në një strategjia strukturimit. Na mori 3 deri në 4 muaj mos gaboj, mbasi u fuqizuam fort dhe ishim goxha fort, atëherë biznesi i tij bëri big jump dhe shkoi shumë herë më tepër nga sa ai e kishte parashikuar në fillim të programit. Thelbi është i tillë që nëse se ti merresh me low value business activity, nuk ke mundësi për rritje, nuk ke mundësi për të bërë atë big jump që ti po kërkon. Big jump
që ti po kërkon. Nuk e bën dot. E vetëm mënyrë është që ndalo, reflekto, fokuso, thuj, cilit janë prioritetet e mia, çfarë janë prioritetet e mia. Thelbi është që neve përcaktuam kapacitetin real të punës dhe neve thamë që në këtë moment që ne jemi, kapaciteti real i kësaj kompanie është 100%, është 98%. Atëherë, gjëja parë që bëmë është zgjeruam kapacitetin. Zgjeruam kapacitetin sepse e dinim që tregu neve i kishim gati. E dinim që tregu ishte aty për ne. Klientët hajtikit po na prisnin. Thelbi ishte që neve duhet të bënim disa ndryshime, disa përmirësime në mënyrë që të përgjigjeshim klientëve në mënyrën se ata e donin. Pasi neve zgjeruam kapacitetin, arritëm kapacitetin me 30%, 40%, atëherë neve filluam të merrim më tepër porosi dhe filluam që të spostoheshim nga klientët të cilët ishin pak të vegjël, shkuam në klientët shumë të mëdhej dhe thamë, shiko, modeli biznesit ishte që neve dorim të 14 sepse nuk mund të shërbejmë dot dhe klientit vogël dhe klientit madh. Klienti madh, klienti IT-kit, klienti biznes shumë i madh, ai ka nivel tjetër përgatitje, ka shumë burokracira, ka shumë dokumenta, ka shumë plane, procedura. Kurse biznesi i vogël, ai kishte pak gjëra. Mirë po, në qoftë se ti do zgjedhësh modelin e biznesit që je për klientët hajtikit, që ka shumë plane, ka shumë organizim, ka shumë precizion datash, kapaciteti, etj. Atëherë, ky klient i vogël mund të pengoj ose më saktë 99% të pengon se të merr fokusin të grin edhe ti nuk fokusohesh dot te ky i madhi. Nuk fokusohesh dot që këtij të madhit si ta ndihmoj që të eci më shumë, si ta ndihmoj që të shpërthej më tepër, si mund të rri më afër ambicieve që ai ka, klienti i IT-kit. Kështu që në këtë lloj forme neve morëm një pozicionim dhe thamë që sot e tutje neve do mundohemi ose më saktë do marrim një vendim që do t'i themi klientit jo çdo klient i cili ka mundësi që të na paguaj mund të jetë klienti jonë. Sepse neve vendosëm disa standarde, disa kriteri, disa kushte për të qenë klienti jonë. Jo, nuk e them këtë për arrogancë, nuk e them këtë për një gjë të keqe, por nuk mund t'i shërbesh dot të dyve, sepse ky ka tjetër model biznesi, ka tjetër strukturë organizative, ky vogli, edhe ky tjetër ka shumë ndryshe strukturë organizative. Tani, si ta vë strukturën organizative të kompanisë time? Ta vë si ky i vogli, apo si ky i madhi? Të mesme nuk ka. O do ta vësh të tillë, o do ta vësh të tillë. Dhe neve duke qenë se vëmë strukturë organizative për këtë lartin, atëherë ishim të detyruar që këtë të voglin ta delegojmë. Shumica e bizneseve këtë paradoks kanë. Shumica e bizneseve që nuk dinë në cilin model biznesi, nuk përcaktojnë, nuk pozicionohen në cilin model biznesi kanë, ata lodhen, strapasohen, punojnë në stres absolut jashtëzakonshëm të madh. Përse? Vetëm për një gjë, që ata nuk pozicionohen mirë në treg. Për shumë arsye, do guxim, ka shumë gjëra, nuk është aq e thjeshtë. Unë do bëj këtë nivele dhe ka shumë peripecia aty mbrapa. Por thelbi është i tillë që fakti që ti ke dy disnivele të mëdha, klient high ticket dhe klient very low ticket, modeli jot i biznesit, ajo struktura jote organizative bien kolaps edhe sotore, si ti bëj, çfarë të bëj? Në këtë lloj forme, bëj kujdes në biznesin tënd. Nuk është trajnimi ai që bën big jump, është modeli i biznesit dhe struktura që ti vendos, ai që bën big jump dhe ti kalon në nivel ekstrem lart. Mallon diçka që më vijnë shumë pronar bizneses që janë 500.000 euro, 1 milion euro, 2 milion euro, 5 milion euro dhe kanë probleme në thonjza shumë amatore për sa i përket mënyrës së bërë biznes. Në qoftë se ti do të rritesh, do të zhvillohesh, do të kalosh në një nivel të lartë, ti nuk mund të hapësh dot derën e dyqanit dhe ti shërbesh gjithë botës. Është e pamundur që stafi yt, kompania jote, struktura jote, mënyra pozicionimi, si ke vendosur lojtarët në fush, pra skuadrën, ti bëj këtë diferencë kaq të madhe. Klient high ticket, klient very low ticket. Do krijojnë konflikt, do krijojnë përplasje, do krijojnë crash. Kështu që bëj kujdes me këtë sistem.
Mos hajde të zhep ose unë i bëj gjithë se s'kam staf. No, stafi krijohet në varësi të modelit që ti ke. Përcaktoj një strategji më të gjerë, përcaktoj një strukturë më të gjerë, më të madhe, më adapte për këtë gjë, dhe pastaj, thuaj, ore, shiko të ky pozicioni, si mund ta plotësoj? Mund ta plotësoj me sistem part-time, mund ta plotësoj me full-time, mund ta plotësoj me outsourcing, etj. Shumica bizneseve që unë kam analizuar, kanë pasur problem sepse nuk kanë pas një strategji, një strukturë të brendshme, por kanë pasur ca ëndra. Na gjeni ishit të mirë, na gjeni drejtor të mirë, na gjeni menaxher të mirë. Jo, nuk funksionon kështu biznesi. Biznesi funksionon me strukturë organizative, funksionon me pozicione pune shumë të qarta dhe pastaj ti punson staf. Gjithmonë stafin e punson në një formë që jo me të parin. Kush vjen aty te dera, hajde futu shqyqysh erdhe. Nuk punson stafi në mënyrë urgjente, nuk bëhet shpejt, bam. Po jo pse kemi urgjencë, pse s'kemi staf, jo pse no. Nëse ti e merr stafin urgjent, bam për herë, atëherë mundësia më e madhe është që ti të dështosh ose të kesh problem, sepse nuk e bërë zgjedhjen e dur. Mënyra më e mirë është që ti të krijosh një ofertë, pra të krijosh disa persona të jenë të interesuar për të njëjtin pozicion pune, dhe ti rekruton avash, ke mundësi zgjedhje dhe nga ato mundësi që zgjedhje që ke, ti zgjedh më të mirë. Por, kujdes, djesha thash, ke mundësi zgjedhje për staf. Nuk mund të vish dot me të parin që ty të vjen nder, po shqyqy që erdhe, o zot, edhe mas një muaj, po ky s'e ka gjë, ky është kot. No, nuk funksionon kështu. Prandaj them që do një strukturë të përgjithshme dhe pastaj rekrutohet stafi. Okej? Nëse ti po has të tillë vështirësi, unë t'jap një sugjerim. Nisu nga kjo video që po dëgjon, unë të provoj një herë vetë. Nëse ti atë del, super. Më bëhet qefi që video ime të ndihmoj sa do pak në misionin tënd, komento më poshtë dhe thuaj se si e bëre. Nëse ti për shumë arsye nuk po ja del dot, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, nuk po ja del dot, do të thotë që kjo strategji që ti ke vendosur të bësh, pra që ta bësh vetë gjën, nuk po të funksionon. Atëherë kërkon ndihmë. Kërkon ndihmë nga një konsulent biznesi, nga një business coach, kërkon ndihmë nga një mentor biznesi, por kërkon ndihmë mos rri vetë, sepse duke ndetur vetë, nuk do provosh asgjë tjetër. Thjesht vetë. Edhe një gjë që nuk ka funksionuar, pse mendon që do funksionojë? Kështu vetiu, nuk ka kuptim kjo gjë. Kështu që kërko ndihmë. Nëse dëshiron, bashkangjitur poshtë, unë kam bërë një formular, është një PDF e cila pikëzon shëndetin e kompanisë tënde. Me një analizë përgjithshme, aty është një checklist ku është e bazuar mbi pyetje thelbësore për biznesin tënd. Dhe ti aty mund të gjesh veten dhe mund të marrësh pikët e tua. Dhe kjo është, unë e kam bërë të tillë në mënyrë që ti të vlerësosh stadin në cilin ku është biznesi yt dhe të marrësh masa për secilin stad që ti je. Nëse ti je në stadin numër 1, do të bësh këtë gjë. Nëse ti je në 2, atë ke diçka tjetër, 3 e kështu me radhë. Janë 25 stade. Kështu që komento më poshtë, shkarko falas këtë libër ose këtë business check-up dhe shiko shëndetin e biznesit tënd.